kemi pa prodhuesi që kanë protestuar dhe kanë paralajmëruar që kanë me pas përsëri protesta në rast se nuk mirret një vendim përshtypje ose më ndihmu diçka qeveria, a ka me vazhdu vendimi si i tillë edhe me u përball edhe përsëri me protestat e tyre. Ne edhe gjatë përcaktimit tarifave e kemi përshkruar edhe në raportin konsultativ, bordi i zërres ka marrë vendim dhe ky vendim është në fuqi. Dhe ky vendim do të hynë në fuqi tani me një qershor. Zërreja do të jetë këtu në rast se ndonjë prej furnizuesve do të kesh përdorur pozitën dominuese edhe me i përkrah bizneseve konform detyrave që i ka si institucion. Mirë po, kjo ka qenë maksimumi që ne si Zërrej, po e ritheksojmë edhe një herë, e kemi shtyr që 3 vitet e fundit në mënyrë që bizneset të përgatiten për këtë proces, edhe përmes thashë që ishe përmena, edhe përmes mundësisë se krijimit të një licitacioni i cili i mundëson siç ka qenë rregulla për prosumator, ku i mundësohet bizneset mëdha me instalu panele solare në mënyrë që ta ulin faturën e energjisë elektrike në vitet në vazhdim. Unë i lus bizneset, edhe ato që nuk kanë dalë në treg, që të përgatiten mirë sepse ky proces do të jetë i vazhdueshëm edhe në vitin e ardhshëm, edhe në vite tjera, me qenë se është detyrimi i Kosovës në raport me institucionet e BE-s. E kemi shembullin e Maqedonisë që shumica e bizneseve janë treg, e njëjta është edhe në Shqipëri, po edhe në Maltëzi. Sipas direktivave e Bashkimit Evropian, në nitar me tarifën të gjithë konsumatorët, edhe shtëpiak, edhe jo shtëpiak, duhet dalin të blejnë energji në treg të lirë. Rregullatori do të vazhdoj me përcaktu vetëm tarifat e transmisionit dhe distribucionit. Çka do të thotë kjo? Vetëm tarifat për bartjen e asaj energjie, tarifat e rrjetit të OST-s dhe tarifat e rrjetit të OSSH-s. Ndërsa gjenerimi edhe furnizimi sipas direktivave janë çmimet që përcaktohen nga oferta dhe kërkesa dhe duhet të përcaktohen ky çmim do të përcaktohet nga çmimet e tregut ose nga parimet e tregut.